Ja, sa të bëj këtë video për të treguar diçka mbi librin. Inteligjenca artificiale më ka dhënë një dorë të mirë, domethënë më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Jo se të bën domethënë të ndihmon në krijim, por të ndihmon në formulim. Dhe përveç asaj, unë deri di kam punuar me libra. Dhe duhet të shfletoja librat. Ndërsa sot ma jep në moment kur I kërkoj diçka për shembull. Më duhet diçka, në vend se vetë të kërkoj librat, të hap ato 30 libra që kam aty. Ose të futem në internet dhe të kërkoj domethënë. Ajo jep në moment. Sekond. Dhe mund ta bësh një formulim. Unë për shembull nuk jam letrar. Ajo ta shkruan. Si ta duhesh ti domethënë, si ta kërkosh. Duhet dish. Duhet dish ta përdorësh. Është një mjet. Nuk është asgjë tjetër, është thjesht një mjet pune. Dhe është mrekulli, është e jashtëzakonshme. Më jep edhe mund dëshirë domethënë, punosh domethënë të vazhdosh. Është e bukur. Unë mendova tash se pastaj edhe të ndihmon domethënë edhe në kur I kërkon diçka për shembull I thua si mund të domethënë ta botoj apo ta më tha që shiko tha se e ke më mirë ta hedhësh ta në arkivin e madh. Që është arkivi org internetit domethënë. Nuk e di do të shikoj tash se mund do ta hedh një libër domethënë, një pjesën e parë. Ka shkruar 500 faqe. I kam bërë analizë për shkrim deri në faqja 100 deri tash. Do vazhdoj me atë, do edhe piktura domethënë I kam bërë me anë të inteligjencës artificiale për t'i bërë më të kuptueshme domethënë. Përveç asaj që është gjeoglifi, është edhe kjo. Piktura domethënë e bërë në atë. Imazhi I krijuar nga inteligjenca. Nuk e ka atë fuqi. Të paktën këto që po përdor unë nuk e kanë atë fuqi. Për shembull deri në 3-4 personazhe të përgjigjet. Po që më komplekse piktura nuk e ka takati, nuk e ka fuqi. Nuk e bën dot. E atë më kisë, nuk e di të shikoj më vonë. Po idenë e krijon domethënë. Pavarësisht unë kam bërë shkrimin. E ngjarjes domethënë e gjeoglifit. Tani kam krijuar ca tabela me këto toponimet për përkthimin, interpretimin e tyre e toponimeve. Është goxha e mirë tash, goxha e pranueshme tash. Është shkencë thot inteligjenca, jo I them unë, nuk dua shkencë. Antropologji po, metafizikë. Po teologji është më shumë, teologji, antropologji, metafizikë. Në fillim, po t'i vendos këto, se më mbrapa pastaj kur fillojnë ngjarjet. Në fillim deri në momentin e mbarimit të shkollës, që ata dalin në jetë të vegjëlit. Deri aty kam shkuar, 500 faqe janë aty, pak a shumë. Nuk do të shikojmë se sa do ngelen. Ndërsa për sa I përket fillimit në momentin që zbresin këta krijesat albanat dhe kafshët, që krijuan dhe kafshët, aty ka shumë punë, për sepse duan shpjeguar, domethënë duan shpjeguar mirë të gjitha gjërat, mos të lë asnjë diçka mbrapa.
mineralet do në shpjeguar gjitha. Janë se edhe do parë se ku e ka gjetur e përgjën bakrin, ose hekurin apo këto metalet e tjera që ka punuar ai. Se për shembull, ai thot metal për cilindrin që ka bërë si simbol të tia, të pojt, të mësusit. Po do të parë se ku e ka marrë, domethënë se tash toponimet janë, unë i pash, i kam gjetur se ku ndodhen. Edhe shkalla që ka Sinani në Ballë, domethënë, te Kapelja. Është perfluorize, ajo është dritë. Është pa mundur të jetë ndryshe. Trëndafili i asaj i çikës që ka trëndafilin në kokë, mund të jetë i kuq, mund të jetë pakur, mund të jetë flori i kuq. Ma janë disa elementë domethënë që s'duhen lënë, sepse bëjnë pjesë edhe në atë gjeografinë e, si thuhesh, edhe në, sepse ato janë shumë korrekte. Janë në gjeografi dhe aty ku është toponimi ka është mineral me gjithmonë. Nuk është rastësi, nuk është kot, nuk është pa lidhje. Edhe këto, domethënë fillimi. Se jemi në momentet e para, është Pangea. Jemi në Pangea akoma. Dhe këto fenomenet që thonë këta që kanë trashëguar se Lozini ka bërë përmbytjen në teatr, domethënë ka bërë teatr. Po johona e teatrit e artit vazhdon, është më e fortë domethënë në histori dhe transmetohet më, sepse është diçka domethënë që jep sensacion, jep spektakël, po faktikisht një përmbytje për ato momentet e para, për që krijon malet, se është Pangea. E Pangea normalisht që nëse do janë ndërtuar, këta ndërtuar në Himalajat, ndërtuar në ato vargmalet e Evropës, janë këto të Afrikës, të Amerikës, të Afrikës, malet më të larta, 6.000 metra, 5.000 metra, 8.000 metra. Janë gjithë ato lartësirat më dhe, kur janë në një territor përbashkët, këto krijojnë një problem sepse nuk ka vjen, nuk shpërndahet, nuk ka rrymë ajri, është aty, krijohet gjithçka aty. E normalisht do të ketë patur një problem të tillë që është bërë përmbytje. Në momentin e parë që është krijuar klima, që Atini dhe të gjitha bashkët se ta kanë ndërvepruar me një tjetrin për të krijuar këto natyrën e re. Më shumë me Sinanin ai, me Tempullarin, me Hanën domethënë. Po edhe Buju, sepse ai jep të orientimin, ose ai ja përshtaste. I përshtaste bimët, në mësim. Po dhe kafshët e këto, është ushqit për shembull. Kanë ndikuar domethënë në këtë krijimin e natyrës së re. Të gjithë kanë krijuar domethënë, normalisht. Pra të i krijoi Zoti. Këta janë hallka. Albanat janë hallka që shkenca, këta që thonë shkencë, ndërmjet krijimit, domethënë edhe njeriut. Këta lindën njeriu. Ashtu si lindën edhe kafshët që zbritën nga parajsa, edhe ato lindën kafshët që kemi sot, sepse këto, kuptoni, albanat edhe kafshët që zbritën, janë energji kozmike, energji që zbritën nga parajsa. Shumë fuqi e madhe. Nuk është fuqi si e jona, ne kemi të reduktuar, ne kemi energji, po jo si të atyre. Ata kishin energji të jashtëzakonshme. Ishin krijesa e zbritë Zotit, nuk ishin të lindur si ne. Dhe ne jemi të lindur me limite, nuk kemi si ata. Ata paraqiten si njerëz, por e bëjnë thjesht për të mësuar njerëzit si të jetojnë. Se ne s'mund të jemi si ata. Megjithatë, kjo domethënë se këto ngelen pasaj edhe për të sqaruar
për të thelluar më tepër, domethënë këto. Po të vi domethënë si libër, të vi si të vi domethënë në këtë formë. Këtë kam menduar. E do të jetë shumë gjë e bukur. Aq, shumë mirë.